Nga janari 2026, paga minimale do të shkojë në 500 euro nga 400 që është aktualisht. Kjo është vetëm një pjesë nga programi i Partisë Socialiste që kryeministri Edi Rama e zbuloi në rubrikën Sy më sy me qytetarët në vigjilje të zgjedhjeve të 11 majit. Kemi bërë një rritje shumë qartë, po të them që pagën mesatare të përgjithshme, pra atë të kombinuar në sektor publik, sektor privat, e kishim 322 dhe kemi sot 830 euro. 830 euro është paga mesatare sot në Shqipëri e përgjithshme. Ajo në sektorin publik është 1000 euro, si që e ka njësoj. Po paga minimale. Paga minimale e kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim, si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Ndërkohë që shumica e kompanive, shumica e bizneseve e kanë shumë të lartë pagën minimale. Kreu i qeverisë foli edhe për zhvillimin e Shkodrës në drejtimin e socialistëve, ndërsa replikoi me komentin e një demokrati. Ka mundësi, po që është kjo mohabet? Për të gjitha ndryshimet e jashtëzakonshme që kemi sjell, i ka sjell koha, i ka sjell natyra, po mirë, po pse nuk e pranoni një gjë shumë thjeshtë, që kur Shkodrën e kishte partia jote, se dukesh qartë se ke edhe në profil qartë Vulën, Shkodra ishte katastrofë. Po unë në Shkodër jam Lemeris, vajtat shof kantierin e shkollës Ndre Mjeda, në mes qytetit, shkolla Ndre Mjeda, me një trup mësuesish e nxënësish që është shumë e mirë. Janë nxënës që fitojnë konkurse ndërkombëtare, fitojnë konkurse kombëtare, po ishte pabesueshme që ajo shkollë ekziston akoma në Shqipëri, në mes të qytetit, ishte pabesueshme, nuk kanë qytete të tjera shkollësje. Ishte e mbaruar komplet, si kanë ndejt aty njerëzit, si kanë ndejt aty fëmijët, si. Edhe më tregon mu e bëri natyra, e solli koha. Jo, nuk e solli koha. Nuk e solli koha ndryshimin Shkodër, e solli Benet Beci në Partinë Socialiste. Fute mirë në kokë këtë gjë. Ti e di, po bënë sikur se di. Se kështu ta do partia. Lëre marat parti, lëre. Lëre atë parti se ajo parti të bënë edhe qesharak. E kupton? Shife se qartë të detyron të flasësh. Të detyron të flasësh marrina. Ti ja din këti populli votat ja u more me autoblinda. Unë me autoblinda votat kur ka ndodhë kjo? Mos më gatron. Procedura për mbylljen e TikTok ka mbaruar dhe aksesi në platformën sociale nuk është më i mundur, ndërsa Rama kishte edhe një thirrje kryesisht ndaj të rinjve që të mos përdorin VPN-t pasi rrezikojnë hakerimin e të dhënave. Hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Keni parasysh këtë gjë dhe duroni pa TikTok ca kohë deri kur të përfundojmë edhe programin e përbashkët me kompaninë TikTok, e cila së shpejti do të vijë në Shqipëri dhe do të paraqisë planin e rritjes së sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët në mënyrë që të gjithë jemi të lumtur, edhe kompania, edhe prindrit, edhe fëmijët, edhe mësuesit, edhe ne. Rama e cilësoi reformën e drejtësisë si bëmën më të madhe dhe historike të socialistëve. Me 11 maj shtoi ai është e rëndësishme që të votohet për Partinë Socialiste për të mos u kthyer pas në atë që e quajti si drejtësia pazargjimve dhe ku vetëm drejtësi nuk kishte dhe nuk bënte askush. Partia Socialiste, thot Rama, ndërsa i përgjigjet skeptikëve, është e vetmja që jo vetëm mund të integrojë vendin në Bashkimin Evropian, por edhe të garantojë pakthyeshmërinë e reformës në drejtësi.